Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi e takon Allahut azza wa jalla. Atë falenderojmë prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet i dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Kjo është dersi i 47 me radhë që flasim rreth 40 haditheve të Imam Neveviut. Dhe njëherë kësaj radhe po filloj na pak me hadithin e 18 me radhë që e kam mbledh Imam Neveviu. Dhe hadithi, nëse mujna me titullu hadithin, muj me titullu me këta me fjallën, ose me titullin, ki e frikë Allahun kudo që të jesh. Ki e frikë Allahun kudo që të jesh, kështu mujna me figuru ose me vu emrin këti hadithi. Hadithi janë prej Abi Dharr al-Ghifariut radhiyallahu anhu, një sahabi i madh i ndershëm, sahabi prej parëve këtë ato, i cili thotë se kësi lloj hadith ose hadith me këtë fjalë ka transmetuar përveç këtij dhe sahabi tjetër. Përveç Abi Dharr al-Ghifariut edhe sahabi tjetër. Dhe thotë se ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Ittaqillaha haythuma kunt." Kefrik Allahun, tutju Zotit. Kefrik Allahun kudo që të jesh. Wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Edhe pas të keqes në të rastis me bën një të keqe, pas asoj të keqes ndjekje me ose të keqen ndjekje me një të mirë. E ajo e mira ta fshin të keqen. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Edhe sillu mirë me njerëzit. Dhe sillu mirë me njerëzit. Vërtet hadithi ku të mbledh që ka pak fjalë, por bili po dashëm me hi detaje që pak fjalëve të pejgamberit alayhis salam dalin shumë nejat këtuhit që nështë së përfundohen me disa neja, s'kishte me përfundu veç për këtu fjalë mi tjerë krejt. Po na bash ashtu, inshallah, jo për shkak se zëmi dorë fundi, ose po zgjatët fundi. Dhe këtë hadith, nëse dojna me di se ku gjendet, e ka sjell Imam Tirmidhiu, e ka sjell Imam Ahmedi në musnedin e tij. Nëse këshirë me sa i përket zinxhirit të këtij hadithi, dikush ka bon pak fjalë në zinxhirin e këtij hadithi. Rreth transmetuese ka bon pak fjalë. Dikush nuk e ka njohur fort të vërtetë. Por prej bashkëhorëve Sheikhul Albani, gjithashtu Shuaib Arnauti, edhe disa prej të mëhershëm që s'kan bon shumë të rëndë për të saksuar një hadith, i kanë thonë se hadithi është i mirë. Sheikhul Albani thotë hasanun, bëj me i vend thotë hasanun li ghayrihi, i bën hadith i mirë, me që ka shtojca, thotë hadithi është i mirë. Po shpëleft. Ndërsa ky hadith me këtë që është i mirë, po veç një 2-3 fjalë po i thamë rreth transmetuesit të hadithit, për shkak se më herët nëse di s'kam folë rreth Abi Dharr al-Ghifariut, po i përmeni veç disa fjalë. Thotë Dhahabiu në Sir A'lam an-Nubala, thotë Imam Dhahabiu se ky sahabi Abi Dharr al-Ghifariu është prej sahabive të parë. Është prej sahabive të parë dhe prej më të mirëve që kanë qenë shok pejgamberit, prej shokëve më të mirë, se shokët e pejgamberit alison këret janë të mirë, por edhe në mesin e të mirëve ka dhe më të mirë. Kështu duhet t'i kuptojmë senet. Se nëse vlas me një sahabi ka pos lerën, zotë që ketë ko qashtu. Si nko ketë Abu Bekra, ose ketë Omera, as ketë Uthmana, as ketë Alija, por edhe vetë pejgamberi kur ka folë për sahabët, i ka thonë që qita 10 me i hadith, 10. Këta janë xhenet. Me hadith tjetër ka përmend dikant tjetër, me një hadith ka përmend dikant tjetër. Po qita që ka i ka përmend, nuk e di arrit numër 40 nështë, vetë qita që ka i ka përmend, këta janë më të mirë se dhe që si ka përmend. Por edhe ata janë në xhenet li për shkak një përgjithshme, amo e përgjithshme edhe e veçanta do lloj. S'tien në pesgotë atje. Ndërsa ky Abi Dharr al-Ghifariu është prej 5 të parëve që ka pranuar Islamin. Prej 5 të parëve. Dhe interesant, ky Abi Dharr al-Ghifariu kish pas qenë më herët, ose ka qenë, kish pas qenë, interesant. Domethënë se kish pas qenë i bën koha kaluar afër më shumë. Po ka qenë prej atyne hajdutëve të rrugës. Jo hajdut hatinzat, ta ka dole ka një nulle, e ka morë pasurin, edhe hes, ja ka mirë keti.
Për fjallën e mytë ishte për mirë. Do më thonë ja ka morë pasurinë. Por me gjithatë, edhe atëherë, kur ka qenë që i ka bon shkëput vjetë si rrugëve, që shtë në rrugë ka vjetë, me gjithatë, ai nuk kish pas besu putat. S'ka besu puta. I dhujtari s'ka besu. E si ka do një zonë, që du një pejgamber në Mekë, dhe ai po thirr kënë besim veç 20. E kjo çështë ka pos, kë në puta si ka besu. E veç veç 20 po besej, ose po thirr kënë me besu, atër ka shku më njëherë dhe është bon prej të parve. Beli disa, thënë se është i pari që ka përshëndet pejgamber me selam. I pari që i ka dhënë selam, pejgamberit është ky. Pra pe 5 parve bëdherri. Është vërtet histori e gotë që me zbërty këtë historinë e vërtet është të madhe. Prej 5 parve, çka do të thotë, Haxhi? Do të thotë që në krejt alimin, 5 burrat e parë të Islamit ka qenë Ebu Dherri el Ghifariu që kë. Pastaj, jo veç kaq. Kë në kohën e Ebu Bekrit, është ka një që ka dhënë fetva. Fetva u bedeni? është këtë që e modë, mu përgjithë që është të fesë. Në kohën e Ebu Bekrit ka dhënë fetva. Në kohën e Omerit ka dhënë fetva. Në kohën e Osmanit ka qenë njerëzve që mufti, me dhënë fetva. Ka qenë në kohën e këtyre burrave të mëdhaj. Pastaj pra nifet për njerëzve më të devotshëm, njerëzve më të ditur, më të devotshëm, edhe prej njerëzve që ka një kriter, jo që tjerë sahabët se kanë, por kjo është veçun tonë, që kjo sahabi s'ja ka një, thujna, nuk ka pas dikosh me thonë kjo petu dishka kur është ko për çështje të fesë. S'ja ka një për kërkan heq. Në fytyrë tokës, kur është bo çështja, kur është ko në pyetje çështja fesë. Heq s'ja ka një, mara ka me të mytë, me të mytëm. Banë që adu, ama kjo për që ja ka një çështje të fesë, ka qenë trim i veçantë, kur është konë çështje të fesë, jashtë në fesë, i sjellshëm, i devotshëm dhe çdo, edhe i devotshëm, i dijshëm e krejt, ama për trimëri kur është konë çështja e fesë, ai nuk e ka diskutuar më jetën e tij. Se ka diskutuar jetën e tij Ebu Dherr el Ghifariu. Pastaj deri kur e ka çliru Kudisin, se Kudisin u shlirimi në kohën e Omerit radhiyallahu anhu. E kur është shliru Kudsi ka qenë prezent gjithçysh Ebu Dherr el Ghifariu, elusmi Zotin që Kudsin t'ja kthen prapë muslimanëve. Ndërsa po e bi veç një rast, Ebu Dherr el Ghifariu këta ka përu el-Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, për imamet mëdhib al-Maliki, kë thët se kur është taku kë sahabi, Ebu Dherr el Ghifariu, në punësit, punon një shetan, në punësit e Uthmanit, se ka vërejt, në një për tyne që i ka vesh do pantullat mi, pantullat për thamë, atë teshat atë hershit, si ka vesh do tesha si pak ma të reja, ose e ka morë një mjetë ulltimi pak ma të mirë, kë me i herja ka një se ka qërtu. Sa kon fort njëri që e do të dunjon hesh me thonë drejtën. Edhe me një herë ka qërtu, edhe ja ka lezu fjallën e Allahut azza wa jall, kur i ta ka nal natik, Allahu në Kur'an ka thonë, walladhina yaknizuna dhahaba wal fidda, wala yunfiqunaha fi sabilillah, fabashshirhum bi'adabin alim. Zoti në Kur'an ka thonë, ata që të bojnë orin dhe argjendin, edhe nuk dhojnë për hir të Zotit, përgëzoj ata me një dënim të madh. Përgëzoj në javë tërheqje vrejtë me një herë. Sahabi kë i veçantë i pejgamberit alayhi as-salatu was-salam. Një rivajet që është orë prej e ka sjellë Imam Ahmedi, edhe Sheikhul Albani ka thonë është e vërtetë, kur thotë se për Ebu Dherr el Ghifariu. Thotë amarani bi hubbil masakin. Kur tregon për pejgamberin sa se çka ka urdhëruar, ja ka tërheq vërejtjen Ebu Dherrit. O Ebu Dherr, hajde ko të mësej diçka, Ka thonë të urdhëroj që të sillesh mirë dhe të duash njerëzit e varfër. Kjo është mësimi veçantë, që ja ka mësu pejgamberi këti njëre ka veçu, hajde ko të mësej desen e ty. Duj njerëzit e varfër. Edhe veç dashuri që i shpreh njeriu të varfërt është mësimi veçantë. Ka thonë dhe më tha pejgamberi, wa dunu minhum, edhe mos i rri larg, rri afër. Edhe duaj ata, edhe rriju afër atyne. Tjetër sen, ka thonë më tha,
Më tha si amrani an andhur ila man huwa duni, edhe u murnoi pejgamberi që m'ja alshu shikimin me nejt ma shumë ata që janë ma të oltë se on, ma të varfër se on. E mos mi këshirë shumë ata që janë pasanika, ma pasanika se on. Ata që kanë arrit milionat, mos mu fokusu veç të qaj që ka arrit milionat. Hajtë që të të këshirë, shka po bane, shka boni, shka vyti, sikur që është në kohën tënë. Që është pak e theksuar. Që shumë njerëz janë ma të fokusuar, veç i këshirin do të pasanika, shka po boni, shka po thojnë, tek po thojnë. Ndërsa, do që janë të varfër, edhe pse ai varfër mund të jetë shumë ai devotshëm, shumë afër Zotit, e lën anash e pejgamberit e këshilloi e Budharin me këto. E tjetër tha këshilloi pejgamberi tha wa amarani an asila rahim wa in adbarat. Tha moj lidhjet farefisnore o Abu Dhar, moj mirë lidhjet farefisnore. Edhe nëse ata ta kthejnë shpinën e ata s'dojnë me mojt lidhjet. Çka i bjen ke lidhje farefisnore? Me mojt lidhje mos me bosh këputje me babën, me nonën, me vllavin, me miqen, me tezen, me hallën, me zgjeraj ai. Të mbaj lidhjet me ta e mos i shkput lidhjet farefisnore, edhe nëse ata s'dojnë hiç. Ti e viziton haxhi, ai nuk të viziton. Ama pejgamberi e këshilloi Budharin qiton, tha ti mos i shkput. Tjetër shka? Tha edhe adhëm këshilloj që la as'ala hadan shay'a, që mos me i kërkujt kur gjë. A nëse je qësit, që shita pejgamberi Budharit, banë një tip një njeri, që mos u banë fort mja shtri dore njerëzve, krenar ki me konë gjithë. Mirë për këta, kam i moj këtu, ka rastis shtoga prej dore si ka ro, ka mujt njeri, nasa kjo ka qenë edhe në mjetin e ultimit, i ka ro, edhe nuk e ka ullë, se i ka thonë pejgamberi qështu, kërkujt kur gjë, mos kërka për kërkujt, as shtogën, nashta ka zbrit për deves, e ka marrë shtogën vetë, edhe si ka thonë, bëma se pejgamberi ka thonë, heq kërkujt kur gjë, mos i kërka. E nësi e këshi, edhe i varfër nësi, po si e që jashtë ndurën, atëherë më mirë është. E tha, tjetër sen, më këshillaj që thujet vërtetën o Abu Dhar, edhe nëse është pak e edhët. Më tha pejgamberi, o Abu Dhar, thujet vërtetën ku do që të jesh, që do që të jesh. Edhe nëse është e edhët, s'të pëlqen fort, ose ndëgjuesit nuk i pëlqen fort, por ti thujet vërtetën gjithherë. Tjetër shka? Edhe mos ju tut Zotit kur është çështja e dinit më kor. Por qita, kur i ka thonë këtij pejgamberi alayhis salam, që Zotit, tut ju Zotit, mos ju tut kërkujt, kur është çështja e Zotit në pyetje, por qita nithet që përmena më lart për atyre njerëzve luajve që mos ja kanë për njëri më këtij. Kur shkon në pyetje çështja e Zotit, pse? Ose piknisja është se pejgamberi çështu e ka porosit tjetër, porosit e tha pejgamberi me thonë ma shumë, la hawla wala quwwata illa billah, edhe më tha, thuje qitë fjallë ma shumë, la hawla wala quwwata illa billah, s'ka forës as fuqi, përvese nga ona Allahut, thuje qiton, pse këtu mi thonë, qitë fjallë, pse me përdor shpesh, tha fa innahunna min kanzin tahta al-arsh, o Muadh, thuje qitë fjallë, se kjo fjallë është e ardhur për një kenz, për një, senet të arta që ko, senet një që shmja gjithë kenzit. Për një burimi, s'petam qështu, për një burimi për nën arshit Allahut, për një flori, për nën arshit Allahut, është e ardhur kjo fjala la hawla wala quwwata illa billah, thuje tha ma shpesh që thonë, këtë ishim pak fjallë për Abu Dharin, na metën dhe pak fjallë herën tjetër, edhe inshallah pasaj më kysh në hadithin e 18, lusmi Allahun të na fort në mshirën, lusmi Allahun azza wa jall me Abu Dharin, sahabit e tjerë dhe pejgamberët xhenetën e takan, walhamdulillahi rabbil alamin.